Kina ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara se është e gatshme të përballet me çdo lloj lufte pasi tensionet tregtare midis dy vendeve janë përshkallëzuar ndjeshëm. Ky reagim i ashpër erdhi pasi presidenti Donald Trump vendosi tarifa të reja mbi të gjitha mallrat kineze, duke nxitur menjëherë kundër përgjigjen e Pekinit me tarifa prej 10 deri në 15% mbi produktet bujqësore amerikane. Nëse SBA dëshiron luftë, qoftë tregtare apo çfarëdo lloj tjetër, ne jemi gati të luftojmë deri në fund, deklaroi ambasada kineze në Washington përmes një postimi në platformën X. Duke cituar një deklaratë zyrtare të qeverisë kineze, kryeministri kinez Li Qiang njoftoi se vendi do të rrisë përsëri buxhetin e mbrojtjes me 7.2% këtë vit, duke paralajmëruar se ndryshimet të papara në një shekull po ndodhin me një ritëm më të shpejtë. Kina po përpiqet të përcjellë mesazhin se ekonomia e saj mund të vazhdojë të rritet pavarësisht kërcënimeve të SBA-s. Pekini e zyrtar dëshiron të paraqitet si një vend i qëndrueshëm dhe paqësor, ndryshe nga Washingtoni, të cilin e akuzon për përfshirje në luftra në lindjen e mesme dhe Ukrainë. Nga ana tjetër, qeveria kineze synon të shfrytëzojë tensionet e Trump me aleatët e tij si Kanadaja dhe Meksika, të cilat gjithashtu janë prekur nga tarifat amerikane. Megjithatë, Pekini duket se nuk dëshiron të rrisë retorikën deri në pikën që të tremb partnerët e mundshëm global. Kina ka dhënë shpesh sinjale të gatishmërisë për konflikte. Në tetor të vitit të kaluar, presidenti Xi Jinping i bëri thirrje ushtrisë të përgatitej për luftë, ndërsa Kina zhvilloi stërvitje ushtarake pranë Tajvanit. Por ekspertët theksojnë se ka një dallim mes përgatitjes ushtarake dhe një vendosmërie reale për të hyrë në luftë. Në një tjetër deklaratë të fortë, Ministria e Jashtme kineze akuzoi SBA-n për përdorimin e çështjes së trafikut të fentanilit si një justifikim të dobët për rritjen e tarifave mbi importet kineze. Friksimi nuk na tremb, presionet dhe kërcënimet nuk janë mënyra e duhur për të trajtuar Kinën, u shpreh zëdhënësi i ministrisë. Tensionet mes dy superfuqive vazhdojnë të jenë një ndër çështjet më delikate në politikën globale.